gjithë të llovia e madhe që u shëmb rruga nga punimet, është një manipulim i madh, një perversitet shumë i madh, sepse faktikisht këtu jemi në aksin e vjetër. Dhe aksi i ri nuk është këtu, në kuptimin nuk është i ndërtuar ende këtu. Akset e reja janë ato që kalojnë për të ardhur deri këtu, ndërkohë që këtu vazhdon puna këtej, nuk ka lidhje me ata atje. Dhe ajo atje është një rrëshqitje e shkaktuar nga faktori gjeologjik për shkak të mbinërketit me shiren. Edhe ajo që është kriminale në raport me publikun, por kur ka, unë kam mësuar nga eksperienca që kur ka zhurma të mëdha të kësaj natyre, duhet presësh të bjeri fryrja e madhe e një plage për të adresuar pastaj shkaqet, se ndryshe nuk të dëgjon njeri, është që një plag e kësaj natyre, ku mjafton të vish ta shofësh, dhe kupton me njëherë se ku je, dhe shef me njëherë që këtu s'ka dorë njeriu që ta ketë shkaktuar nga paaftësia apo nga të tjera arsye, kthehet në një burim, helmimi të vazhdueshëm të opinionit publik. Këtu jemi në një nga kantierët më të rëndësishme, më strategjike të vendit, një nga veprat më të rëndësishme të programit tonë. Gjithë pjesa e ndërtuar tani më është spektakolare në çdo aspekt. Mbrojtja lumore që kemi folur disa herë është absolutisht e standardeve më të larta, por puna vazhdon. Dhe në një proces pune ndodhin dhe këto të papritura, që janë të papritura të natyrave ndryshme. Në këtë rast është thjesht dhe vetëm natyrore.